Shumica prej nesh mendojnë se vendimet e mëdha menaxheriale vijnë nga analiza të ftohta, nga fakte dhe logjike e pastër. Apo jo? E po, burimet tona tregojnë një histori krejt tjetër. Një të vërtet shumë njerëzore dhe, le ta themi, më të komplikuar. Shpesh, vendimet më të rëndësishme nuk janë llogaritje racionale, por janë në fakt një proces thellësisht emocional, i fshehur pas një maske logjike. Le të zhytemi pak më thellë për të parë se si funksionojnë këto iluzione. Ja, këtu është thelbi i gjithçkaje. Ky citim e kap në mënyrë perfekte. Çdo e dhënë, çdo vlerësim, çdo fakt i vetëm kalon përmes filtrave tan personal. Si ndihemi atë ditë, simpatia që kemi për një person, apo edhe dëshira jonë shpesh e pandërgjeshme për të pasur të drejtën. Dhe mos mendoni se këto janë thjesht detaje të vogla, as pak. Këto janë silente të fuqishme që e shtrembrojnë realitetin. Ato na bëjnë të ndjehemi objektive dhe të drejtë, ndërkohë që në të vërtetë jemi thjesht duke ndjekur instinkte dhe ndjenja që mund të jenë thellësisht të padrejta. Dhe kurthi i parë, ai që ndoshta e hasem më shpesh, është kurthi i simpatisë. Kjo ndodh kur ndjenjat tona pozitive për dikë na verbojnë, duke na bërë të anashkalojmë standardet objektive që do t'i zbatonin pa hezitim për çdo tjetër. Ta themi më thjesht, menaxheri pa e kuptuar fare ndalon së vlerësuari performancën dhe fillon të vlerësoj personalitetin. Kriteri nuk është më sa mirë e bëri punën, por bëhet sa shumë e pëlqej këtë person. Dhe kjo, siç mund ta imagjinoni, krijon një mjedis pune thjesht toksik. Një mjedis ku nuk vlerësohet puna e mirë, por aftësia për të kaluar mirë me shefin. Për ata që janë të përqendruar te puna, kjo është thellësisht demotivuese dhe e padrejtë. Imagjinoni pak të skenë. Kemi Andin, një kamarier social, gjithmonë me shaka, që të gjithë e pëlqejnë. Pastaj kemi Ergesin, i qetë, shumë efikas, por më i rezervuar. Një ditë, të dy bëjnë saksisht të njëjtin gabim. Harrojnë të shënojnë një porosi speciale. Gabimi është identik, por reagimi i menaxherit për Andin një qortim i lehtë, nuk ka gjë, ki kujdes herën tjetër. Për Ergesin, një reagim i ashpër. Kjo është e papranueshme, duhet të jesh më i fokusuar. Puna është e njëjtë, gabimi është i njëjtë, por rezultati krejtësisht i ndryshëm. Ky nuk është menaxhim, ky është favorizim i pastër, dhe ditë pas dite, kjo gjë helmon moralin dhe besimin e gjithë ekipit. Tani, le të kalojmë te kurthi i dytë, një mashtrim i heshtur që na e luan vetë mendja jon. Kurthi i kujtesës. Këtu truri në tradhton duke i dhënë një peshë jo proporcionale ngjarjeve më të fundit, duke fshirë praktikisht gjithçka që ka ndodhur më parë. Ajo që është vërtet interesante këtu është se sa i fuqishëm është ky efekt. Kujtesa jonë nuk është si një hard disk kompjuteri që regjistron çdo gjë në mënyrë të barabartë. Jo, ajo funksionon si një redaktor historie që vazhdimisht rishkruan të kaluarën bazuar në përvojën më të fundit. Një punonjës mund të ketë pasur një vit absolutisht të jashtëzakonshëm, por një gabim i vetëm në javën e fundit para vlerësimit mund të njollos gjithë perceptimin, thjesht sepse është ngjarja më e freskët dhe më e gjallë në mendjen e menaxherit. Shikoni pak të shembull është klasik. Një punonjës ka performuar në mënyrë të përsosur për 11 muaj rresht, zero ankesa, vetëm vlerësime pozitive. Por në javën e fundit të dhjetorit, i stërlodhur nga ngarkesa e fundvitit, bën një gabim të madh. Dhe çfarë ndodh? Në takimin e vlerësimit vjetor, menaxheri fokusohet pothuajse tërësisht tek ky gabim i fundit, duke etiketuar si i pakujdesshëm ose jo konsistent. Papritur, 11 muaj punë shkëlqyer, puf. Zhduken nga kujtesa, të zëvendësuar nga një episod i vetëm negativ. I gjithë viti përcaktohet nga java e fundit. E po, kurthi i tretë është ndoshta më tincari nga të gjithë, sepse na bën të ndihemi sikur jemi super të logjikshëm dhe objektiv, kur në fakt jemi thellësisht paragjykues. Ky është kurthi i konfirmimit. Prirja jonë e natyrshme për të kërkuar, interpretuar dhe kujtuar informacionin në një mënyrë që thjesht vërteton atë që tashmë besojmë. Do me thonë, ne nuk e shohim botën ashtu siç është, por e shohim ashtu siç kemi vendosur tashmë që ajo është. Nëse një menaxher ka përshtypjen fillestare se një punonjës është i paaftë, truriti do të fillojë një mision të pandërgjeshëm, të gjejë prova që e mbështesin këtë ide. Çdo gjë që e kundërshton këtë bindje, ose do të ignorohet, ose do të minimizohet. Kjo krijon një profeci vetë përmbushëse tepër të rrezikshme. Tani, le të marrim rastin e Elës, një bariste e re që u etiketua si e ngadalt që në javën e parë. Nga ai moment, menaxheri i saj vendos një filtr mendor. Ai sheh vetëm momentet kur ajo heziton për një sekond. Kur Ela përgatit 6 pije rresht në mënyrë perfekte dhe të shpejtë, menaxheri as nuk e sheh. Kur ndihmon një koleg të ri, nuk regjistrohet. Kur merr iniciativën,
injorohet totalisht sepse këto veprime nuk përputhen me etiketën fillestare. Kështu, pas disa muajsh, përfundimi i menaxherit është i pashmangshëm dhe krejtësisht i gabuar. Ela nuk po përmirësohet, edhe pse të gjithë kolegët e tjerë shohin qartë progresin e saj të jashtëzakonshëm. Okej, pasi i pam të gjitha këto kurthe mendore, pyetja natyrshme është: po mirë, çfarë bëjmë tani? Si mund t'i shpëtojmë këtyre iluzioneve emocionale për të marrë vendime më të drejta dhe më efektive? Për fakt të mirë, nuk jemi të pafuqishëm. Ekzistojnë strategji praktike dhe shumë të fuqishme. Dhe këtu vjen tek antidoti, tek mjetet praktike. Qëllimi nuk është të bëhemi robot pa emocione. Kjo është e pamundur dhe e padëshirueshme. Qëllimi është të ndërtojmë një lloj vetdisipline mendore, një set mjetësh për të kontrolluar impulset tona dhe për të siguruar që vendimet bazohen në standarde të qarta, jo në ndjenjat momentit. Këto hapa janë jashtëzakonisht të fuqishëm në thjeshtësinë e tyre. Së pari, kur ndjen atë valën e parë të nervozizmit apo simpatisë, ndalo. Thjesht ndalo për një sekond dhe pyet veten: pse po ndjem kështu? A bazohet kjo te faktet apo te ndjenjat e mia? Së dyti, bëj testin e zëvendësimit. Po sikur këtë gabim ta kishte bërë punonjësi im i preferuar, a do të reagoja njësoj? Nëse përgjigjja është jo, atëherë di që paragjykimi po vepron. Së treti, një rregull i artë: kurrë mos merr vendime të rëndësishme kur je i nevrikosur ose i stresuar. Shtyheni për më vonë kur të jesh më i qetë. Dhe së fundi, kërko feedback aktivisht. Pyeti të tjerët: a ishe dikush këtë situatë ndryshe? Egoja është armiku më i madh i vendimarrjes së mirë. Dhe pse ka kaq shumë rëndësi e gjithë kjo? E po, ky citimi thot më mirë se çdo gjë tjetër. Një menaxhim i padrejtë, i paqëndrueshëm dhe i bazuar në paragjykime krijon një mjedis toksik. Njerëzit e talentuar dhe të motivuar nuk do ta durojnë këtë për një kohë të gjatë. Ata do të largohen, duke lënë organizatën më të dobët. Pasojat e këtyre iluzioneve emocionale nuk janë thjesht teori, jo. Ato kanë një kosto reale, shumë reale. Pra, kjo analizë mbyllet me një pyetje për reflektim. Cili nga këto kurthe mendore ka më shumë gjasa të ndikojë në vendime? Njohja e paragjykimeve personale është hapi i parë dhe absolutisht më thelbësor drejt një menaxhimi më të drejtë dhe më efektiv. Sepse në fundit, një menaxher i keq nuk është domosdoshmërisht ai që nuk di punën, por ai që nuk njeh veten.